Ta duash dikë dhe ta kesh fiksim dikë nuk është e njëjta gjë. Dhe aftësia për të bërë dallimin midis këtyre dyjave nënkupton nëse do ta marrësh veten në qafë apo do të jetosh një jetë të gjatë dhe të shëndetshme. Të kesh fiksim pra dikë dhe të dashurohesh me dikë nuk është e njëjta gjë. Dhe sot do të shohim pikërisht të dallim edhe se si një herë që ti e sheh këtë gjë, një herë që ti e kupton këtë gjë, nuk mund ta shohësh më. Nuk ka kthim mbrapa aty ku ishe. Kështu që mos më thuaj se nuk të paralajmërova. Okej? Tani ajo që ne quajmë dashurim apo rënje në dashuri, shfraza ka rënë në dashuri, në fakt është diçka që në gjuhë psikologjike quhet limerencë. Limerenca është një gjendje psikologjike e personit. Dhe limerenca u zbulua në vitin 1979 nga doktor Dorothy Tenov, e cila vuri re tek qindra persona të njëjtën gjendje psikologjike në të cilën ata kishin rënë dhe vendosi që ta pagëzonte me emrin limerencë. Pra, ato ethet e dashurisë, ajo ethja e bukur ku ti zgjohesh në mëngjes dhe direkt në sy ke imazhin e personit tjetër dhe pastaj gjatë ditës çdo gjë që të ndodh e filtron me syrin e tjetrit, jo me sytë e tu, si do të mendonte tjetri po ta shihte këtë gjë që po shoh unë. Edhe në mënyrë të papritur ose në mënyrë pa e dashur ne, imazhet e tjetrit ndërfuten dhe shkrepin kokën tonë pa u kërkuar, pa e dashur një gjë të tillë. Pra duket sikur është një gjendje psikologjike e jona ku imazhet e tjetrit futen dhe lëvizin në mendjen tonë në mënyrë të pakontrolluar. Pra ne nuk kemi pothuajse asnjë grad kontrolli mbi këtë proces. Dhe këto quhen mendime intruzive, pra mendime që të shkrepin kokë pa kontrollin tënd. Dhe vjen një moment që ti bën pyetjen vetes, pastaj se je e dyzuar ose je i dyzuar, a jam vërtet i dashuruar ose e dashuruar me këtë person, apo kjo është një çoroditje kimike. Doktor Dorothy Tenov do na thotë se cila prej këtyre dyjave është e vërteta. Por përpara të shohim disa prej shenjave klasike që Doktor Dorothy Tenov vëzhgoi tek qindra persona që i mori në analizë. Dhe këtu unë kam përgatit një listë plot të një personi që ka rënë në limerencë, jo në dashuri. Dashuria është diçka krejt tjetër, do ta shohim më vonë. Tani çfarë vuri re Tenov? Ja çfarë vuri re. Fillojmë me listën. E para, nuk mund ta ndalosh të menduari për të, mendimet të vinë vetvetiu pra për personin tjetër. 2. Ke një mall të fortë që ai ose ajo të ndjej të njëjtën gjë për ty. E treta, humori yt luhatet sipas mënyrës se si interpreton çdo veprim apo fjalë të tjetrit. 4. Fiksimi zakonisht përqendrohet vetëm tek një person në të njëjtën kohë. Çfarë do thotë kjo? Do të thotë se ne nuk mund të bijem në limerencë me dy persona në të njëjtën kohë. 5. Të imagjinosh se ai ose ajo gjithashtu të sjell një lehtësim të menjëhershëm. 6. Frika nga refuzimi dhe ndrojtja rriten kur gjërat bëhen të paqarta. 7. Pengesat e bëjnë ndjenjen akoma më të fortë, jo më të dobët. 8. Shpik arsye të zgjuara për t'i shpjeguar vetes se indiferenca e tij apo e saj në të vërtetë është interes, është formë interesi, pra edhe sjelljet neutrale të tjetrit ti interpreton sikur është interes i tjetrit për ty. 9. Ndjen një shtrëngim ose një dhimbje të vërtet në krahoror kur nuk je i sigurt ose e sigurt për ndjenjat e tij apo saj. 10. Ndihesh i lehtë sikur ecën në ajër kur duket se ndjenjat janë reciproke. 11. Gjithçka tjetër në jetën tënde zbehet, pra kalon në plan të dytë kur ti ke rënë në limerencë. Dhe 12. Tëmetat e tij apo të saj i shndërron në cilësi që disi arrin apo gjen mënyrën se si ti admirosh. Tani për ta mbyllur këtë hyrje dhe për të kaluar direkt në shtjellimin më të detajuar dhe për të depërtuar në mekanizmin e limerencës, do të lexojmë një dëshmi nga një person nga libri i vet Doktorit Tenov.
Në zyrë, mezi përmbasha pa bërtitur nga lumturia marramendse që ndjeja. Puna më dukej e lehtë, gjëra që në rastet e tjera më kishin bezdisur, tani i përballoja pa u shqetësuar dhe ndjeja një shtysë të fortë për t'i ndihmuar të tjerët. Doja ta ndaja gëzimin tim me ta. Kur makina së shkrimit të Maris ju prish një pjesë, u hodha pothuajse menjëherë në këmbë për ta ndihmuar. Maria, ish armikja ime. Askush nuk ishte më armik. Dashuria ime përfshinte gjithë universin. I doja të gjitha krijesat pa përjashtim. Një mizë u ul mbi tavolinën time dhe nuk më bënte zemra ta largoja. Ky ishte një përshkrim i detajuar i një prej personave në analizë që e ndau dhe i dha lejen doktori Tenov që ta ndante në librin e saj. Tani tym tek pjesa interesante. Nëse do të kisha makinën e kohës dhe do t'i jepja vetes mundësinë për të udhëtuar në çdo lloj vitit më përparme të jetës time, ajo që do të bëja nuk është se do të merrja dhe do zbuloja numrat e llotarisë që të fitoja llotarinë dhe të bëhesha super i pasur. Në fakt, ajo që do të bëja me makinën e kohës, do të kthehesha prapa në kohë dhe do t'i thoja vetes time se limerenca është një gjendje obsesioni e pavullnetshme e cila merr në kontroll mendjen tënde, të cilën ti nuk mund ta fikësh sipas dëshirës tënde me buton. Dhe se simptoma kryesore e limerencës nuk është dëshira për të futur në shtrat dhe për të fjetur me dikë tjetër. Dëshira kryesore në limerencë është që tjetri të ta kthejë ndjenjen ty mbrapsht. Pra është reciprociteti, është dëshira që edhe tjetri të ndjejë të njëjtën gjë për ty. Kjo është gjëja kryesore që kërkon personi në limerencë. Dhe pjesa e hidhur që askush nuk ka qejf ta dëgjojë është se dashuria e vërtetë dhe limerenca janë të papajtueshme me njëra tjetrën, sepse limerenca ushqehet nga fantazia. Ti je tërkohës duke fantazuar për personin tjetër që akoma se njeh mirë, ndoshta një javë ka që e njeh. Ndërsa lidhja e vërtetë, dashuria e vërtetë kërkon një takim të sinqertë me tjetrin, një njohje e thellë e tij, i të mirave dhe i të metave, i aftësive dhe i paaftësive. Pra, nëse njëra thot që ti duhet të fantazosh ose të shtyn që të fantazosh për dikë, ndërsa tjetra kërkon që ta njohësh vërtet, edhe këto dyja janë të papajtueshme me njëra tjetrën, atëherë je i detyruar të zgjedhësh njërin. Pik, muhabeti. Tani le të kalojmë te 4 shenjat ose te 4 sjelljet kryesore që bën një person në shoqëri, në familje apo kudo i cili është në limerencë. Tani shenja e parë ose sjellja kryesore e një personi që ka rënë në limerencë janë mendimet intruzive ose obsesive. Në këtë gjendje, mendimet vijnë pa trokitur në mendjen tënde. Pra e tham është një obsesion për dikë që akoma nuk e ke njohur mirë. Dhe tani mendimet vijnë në mënyrë automatike, pa lejen tënde, pa trokitur. Kjo është diçka shkencore, pra nuk do të thotë se ti po çmendesh. Është truri yt që aktivizohet në mëngjes dhe në ekran ka për default në desktop imazhin e tjetrit, që rri aty dhe ti nuk e çinstalon dot, sepse nuk mundesh dot, nuk varet nga ti që ta çinstalosh. Ti mund të jesh për shembull në zyrën tënde duke bërë një mbledhje, duke diskutuar me ekspertët e financës për të ardhurat 3 mujore dhe truri yt është duke parashikuar ose duke menduar për muajin e mjaltit apo një udhëtim bashkë në Santorini me këtë personin tjetër. Okej, ose tjetri është duke vazhduar me shpjegimet në financë dhe ti je me mendjen tënde në katedrale apo me shoqërinë tënde duke festuar bashkë fejesën tuaj apo kush e di se çfarë. Pra, shpirtërisht nuk je aty, nuk je tek aktiviteti që po bën. Je fizikisht, por mendja jote e ka marrë kontrollin diçka tjetër të mendjes tënde. Kjo është ndryshimi kryesor midis të qenit në limerencë dhe të qenit në dashuri të vërtetë. Sepse kur je në dashuri të vërtetë, ke grad kontrolli. Ti mendon të shkon mendja tek partneri ose partnerja, por ama mund të rikthehesh prapë tek puna që po bëje. Ndërsa në limerencë mendja jote është duke fluturuar tërë kohës dhe ti ke krejt pak për të mos thënë as pak dorë për ta rikthyer, për ta përqendruar aty ku do ti. Nuk është pra
ata që janë të dashuruar vërtet nuk është se nuk u mungon partneri, nuk duan të mendojnë për të, por nuk janë të tipit që më mungon aq shumë sa që harrova të ha, ose nuk marr dot frym pa ty, nuk është të këtij niveli. Dhe tani këtu vjen pjesa kryesore që nuk theksohet sa duhet. Kur shohim Netflix, kur shohim Hollywood, kur shohim ato skenat e famshme ose këngët e Taylor Swift, kemi mësuar se ajo është dashuria vërtet. Në të vërtet, ajo është limerenca, nuk është dashuria. Pra Hollywoodi na ka dhënë këtë qasjen e gabuar duke na bindur se kjo është dashuria. Ajo që Hollywoodi portretizon si dashuri është limerencë, nuk është dashuria. Dhe kjo është gënjeshtra e madhe që duhet është mjegulla e madhe për të cilës duhet të shmangës ose duhet shohësh përtej saj. Sepse Hollywoodi e ka çoroditur sensin e dashurisë tek njerëzit duke i bërë të mendojnë se limerenca është dashuria. Kështu që shumica e filmave, serialeve apo këngëve romantike nuk po përshkruajnë dashurinë, po përshkruajnë limerencën. Sjellja e dytë tipike e një personi në limerencë është idealizimi dhe verbëria selektive. Shumë shpesh dëgjohet thënia që martesa është varri i dashurisë. Që unë nuk jam tifoz i kësaj thënie, nuk e pranoj si të vërtetë. Ajo që pranoj si të vërtetë është se limerenca është varri i dashurisë. Sepse kur martohesh, mbaron idealizimi, sepse jeta e përditshme, konfrontimi përballja të qenit tërkohes me këtë personin në shtëpi, në punë, në oborr, në shtrat, në dhomë, në kuzhinë, në tualet, kudo, e zhbën idealizimin e tjetrit. Ti nuk mund ta idealizosh më një person që e ke aty përballë, nuk mund të fantazosh më për të, sepse e ke aty përballë në realitetin tënd. Pra martesa është varri i limerencës, jo i dashurisë. Dhe gjëja tjetër është kur njerëzit thonë që dashuria është e verbër. Jo, dashuria nuk është e verbër, limerenca është e verbër. Dhe verbëria e limerencës është selektive, sepse kur je në limerencë, truri yt po merr fjalë për fjalë vetit e mira të personit tjetër dhe i amplifikon, ndërsa vetit e këqija ose të metat e personit tjetër i shpërfill, i zeron, nuk i quan. Ose siç thuhet në jargon red flags, nuk i quan fare, nuk i sheh. Se i ndodh një magji trurit, një lloj hipnotizimi i tillë që nuk i sheh. Të gjithë i shohin red flags, po ti nuk i sheh, sepse ti je në limerencë. Dhe kjo është ajo që dua të vej theksin. Sepse shumë njerëz mendojnë se dashuria është e verbër. Jo, është verbëri selektive, sepse truri yt qëllimisht po tregohet i verbër ndaj disa gjërave, ndërsa disa gjëra tjera po i sheh shumë mirë dhe i thekson ato akoma më shumë. Madje ndodh që disa gjëra neutrale truri i interpreton sikur të ishin gjëra në favorin tënd. Për shembull, ai të shehte makina e kafenes, okay? Dhe të thot mirëmëngjes. Po aty ishin edhe 11 veta të tjerë, u tha edhe atyre mirëmëngjes. Por ti e interpreton sikur e kishte henkas me ty, eksaktësisht me ty, posaçërisht me ty. Ose për shembull, ai ta lë sin për 9 orë dhe truri yt të thot me siguri është i zënë duke menduar për të ardhmen dhe për lidhjen tonë. Okej? Pra kjo është ajo autosuggestionimi që truri bën vetes vet. Nuk është se të metat nuk janë aty, është truri yt që nuk dëshiron që këto të metat të vihen në dritën në projektorin e vëmendjes. Okej? Dashuria e vërtet bën të kundërtën. Dashuria e vërtet i pranon të metat e tjetrit. Dashuria e vërtet thot, këto janë të metat e mia, këto janë të metat e tua. Tani të shohim sa jam në gjendje unë t'i duroj këto huqet e tua dhe sa je në gjendje ti të durosh këto huqet e mia. Nëse ne arrim një përkulshmëri që në mënyrë reciproke t'i durojmë të metat e njëri tjetrit, ndoshta gjëja mund shkoj përpara. Ndërsa në limerencë kjo nuk ndodh. Kjo nuk ndodh sepse je në fantazi, i tjetri të duket perfekt, sepse është në perspektivë jungiane kjo është e gjitha projection, po jo projection e hijes, por projectioni the golden shadow, i hijes së artë. Pra ti po i më vesh tjetrit cilësitë e mira pozitive që ke te vetja, ja pse ndodh idealizimi i tjetrit, por është temë që do ta flasim kur diskutojmë për hijen jungiane në detaje.
Dashuria e vërtet pra është graduale, është e njeh personin tjetër hap pas hapi, ashtu siç është i vërtet real. Shqeto. Limerenca, në të kundërt, e vendosi që ditën e parë se kush është tjetri dhe pastaj e kalon pjesën tjetër të kohës për të mbrojtur vendimin. Sjellja e tretë tipike e personit në limerencë është rrëshqitja emocionale. Ti je fjalë për fjalë në një ulje ngritje emocionale e cila varet nga fakti nëse tjetri po ta kthen mbrapsht ndjenjen ty apo jo. Dhe çdo sinjal që tregon se tjetri po ta kthen ty ndjenjen mbrapsht është diçka që ty të lartëson, të shkrin me universin, të bën të mendosh sikur je duke ecur në përre. Dhe ashtu siç je në përre, një përgjigje e vonuar, një tekst i kthyer 3 orë me vonesë, ty atje nga ret, ti direkt bie në tokë. Je duke hapur gropën e vetës dhe duke shkruar nekrologjinë tënde, që të tjerë do ta lexojnë pasi të kesh vdekur ti. Nga hidhërimi i madh që të erdhi nga që ai nuk ka 3 orë që nuk po të kthen përgjigje ose ajo. Okej, pra limerenca të vën, si thua, e ke dorëzuar telekomandën në sistemin tënd nervor tek tjetri. Është tjetri që e ka sistemin tënd nervor në kontroll, nuk e ke më ti. Lart poshtë, nuk je më në një marrëdhënie, pra je në një park lojrash emocional. Dhe pjesa më e çuditshme është se ty të fillon me kohën, fillon të interesojë më shumë marrja e konfirmimit se tjetri po ta kthen ndjenjen mbrapsht, se sa vet tjetri. Kaq thellë shkon. Pra ti po jeton më shumë për njoftimin që pret të vi nga tjetri, se sa për tjetrin. Pse ndodh kjo? Sepse në limerencë ndihesh i paplot. Ndihesh sikur ke nevojë për qenë i zgjedhur prej tjetrit për të ndier vlerë për veten tënde. Sikur vlera jote pra personale është diçka që të jepet nga tjetri, jo diçka që të buron për brenda teje. Krahasoje tani këtë me një person që është në një lidhje emocionale të shëndetshme, që është në dashuri të vërtetë dhe të sinqertë. Tjetri pra ka rëndësi për mua, por unë nuk do ta humbas veten time, kam identitetin tim, kam vlerën time, jeta ime nuk varet nga ti. Ti e përmirëson sigurisht jetën time kur jemi në dashuri të vërtetë, dhe nëse largohesh unë prap do të jetoj mirë. Ndërsa në limerencë është kam nevojë për përgjigjen e tjetrit, kam nevojë për konfirmimin nga tjetri që të mbijetoj emocionalisht. Ndërsa në dashuri të vërtetë, tjetri tashmë un kam mbijetuar, tjetri thjesht më shton bukurinë, është një bonus në jetën time. Por un mbijetesën time emocionale nuk e vë në diskutim. Pra, ai që është në limerencë sheh tjetrin si gjysma më e mirë e vetes, pra, sepse do që ta plotësoj, sepse e ndjen veten të paplot. Ndërsa ai që është në dashuri ndjet i plot, i përplotësuar dhe gjithashtu e sheh tjetrin si të përplotësuar. Dhe bashkimi të dyve është bashkimi i dy qenieve të plota. Okej? Kjo është limerenca, ndër të tjera, do ta shohim në videon e radhës, është mënyra se si e kupton një vajzë që përballë vetes ka një mashkull robkoti. Okej? Robkoti këtu në kuptimin që nuk ka një bosht, pra nuk ka një vetë vlerësim për veten. Më kupton, ndihet sikur vetë është i mangut për të prodhuar vlerësim për veten e vet, do që t'ja konfirmoj tjetri. Dhe kjo është komplet vrastare e atraksionit dhe e joshjes. Dhe femrat e dallojnë direkt, gratë, vajzat e dallojnë menjëherë direkt shenjat e limerencës. Dhe sapo një djalë apo mashkull fillon edhe jep shenja limerence, sjellje limerente, ajo menjëherë ndjen alergji ndaj tij, sepse thellë e kupton se ku qëndron problemi, e kupton se nuk ke të bësh me një burr të mirëfillt. Do ta shohim në detaj në videon e radhës këtë temë. Shenja 4 është një marrëdhënie ose sjellja 4 është një marrëdhënie e bazuar mbi fantazinë. Kur personat janë të dy në limerencë, kanë një lidhje të fortë shumë intensive me njëri tjetrin dhe vendosin të hyjnë në një marrëdhënie me njëri tjetrin, ajo është shkurtër, është jetë shkurtër, sepse është e bazuar në fantazi. Dhe zbulimi kyç i Dr. Tenov është se limerenca amplifikohet, pra shtohet, shumë fishohet nga pengesat. Dhe pengesat
mund të jenë midis tyre personave palët e treta që duan t'i ndajnë. Kur këta dy perceptojnë se palët e treta po interferojnë që t'i ndajnë ose duan të interferojnë në lidhjet e tyre, interferenca shumë fishohet. Ose kur njëri nga personat për shembull bën si i vështirë, limerenca tek personi limerent shumë fishohet. Ja pse të bësh të vështirin ka qenë gjithmonë një këshill pozitive për t'ja dalë, jo në dashuri, në limerencë. Dhe të thuash jam i lirë tërë javës dhe zemra ime është e gjitha për ty, është një këshill e gabuar, sepse kur ti shpreh disponibilitet pa kushte, tregon se je personi limerent në këtë dinamik. Okej? Një test i thjesht për të kuptuar nëse je në limerencë apo jo, apo je në dashuri të sinqertë, të vërtetë, është nëse ke guxim t'ja thuash personit tjetër fantazitë që ke për të gjatë ditës, nëse ti arrin t'ja thuash të gjëra pa problem, pa droj, atëherë je në dashuri të sinqertë. Nëse fantazitë tua nuk ke guxim, ke frikë, ke një lloj turpi për t'ja rrëfyer personit tjetër, tregon se je në limerencë. Okej? Shumë shpesh ndodh pra që njerëzit lidhen, hyjnë në marrëdhënie dhe pastaj pas një muaji ndahen. Është ajo shpreha famshme që thotë që kjo është arsyeja pse u lidhem, sepse nuk e kuptonim njëri tjetrin dhe u ndam sepse e kuptuam njëri tjetrin. Dhe i referohen dashurisë. Kjo është për limerencën pra, sepse lidhesh, sepse nuk po e kupton tjetrin, sepse në të vërtetë je duke dialoguar me veten tënde, jo me tjetrin, dhe mendon se është tjetri në limerencë dhe pastaj në momentin që e kupton tjetrin, që do të thotë erdhi përballë me realitetin, u ndam. Ja pse jeta e shkurtër e lidhjes është gjithmonë e lidhur me objektin limerent. Dhe gjëja tjetër interesante është që e zbuloi doktor Dorothy Tenov, kur tjetri më në fund e konfirmon, u përgjigjet, ti pasqyron ndjenjat e tua plotësisht, me të njëjtën thellësi sa e jotja, limerenca zhduket. Pushon se qeni. Okej, është paradoksale, por limerenca pushon në momenti që tjetri ta pasqyron ndjenjen. Tani është momenti që dalim pak nga ironia dhe ilustrime me humor dhe të themi të vërtetën se nga vjen limerenca. Dhe pse disa njerëz kanë prirje që të përfundojnë që të jenë limerent më shumë se sa të tjerët. E vërteta është se limerenca e ka origjinën tek nevojat e paplotësuara. Okej, kur je fëmijë, gjëja kryesore dhe këto nevojat paplotësuara janë emocionale. Zakonisht janë emocionale, sepse fëmia për të mësuar si e mëson një person rregullimin emocional, si mëson një person të vetë rregullohet emocionalisht. Një person mëson të vetë rregullohet emocionalisht nëse përpara me prindërit e tij ka bërë bashkë rregullim emocional. Pra kur prindëri e ka marrë në krah, e ka përqafuar dhe i kanë rregulluar emocionet bashkë, pra prindi e ka qetësuar sistemin nervor të fëmijës me përqafim, me qëndrim bashk, ulur, duke folur me njëri tjetrin, duke qenë afër. Ky është bashkë rregullimi emocional, që pastaj kur fëmia rritet, shndërrohet në vetë rregullim emocional. Pra fëmia kur rritet nuk ka nevojë më që prindi të jetë aty për ta bashkë rregulluar, sepse prindi brendësohet në psiken e fëmijës dhe fëmia bëhet i aftë që të vetë rregullohet emocionalisht. Tani fëmijës kur i mungon bashkë rregullimi emocional, ku e gjen shtegtim fëmia? Fëmia shtegton tek fantazia, sepse fantazia është diçka që fëmijës i jep një farë lehtësimi, i jep mundësinë që ta rregullojë situatën me mendjen e tij. Pra, fantazia është një qetësues për fëmijën që nuk bashkë rregullohet me prindin. Ose kur prindërit grinden me njëri tjetrin, fëmia kalon direkt në fantazi dhe fillon dhe fantazon se si do të ishin prindërit e mi të vërtet, të mirë. Dhe kjo është një ndër, po të lexoni nëpër forume, do gjeni se kjo është një ndër teknikat që përdorin këta tipa që grabisin fëmijë ose që mashtrojnë fëmijët. Gjëja e parë që u thon, po të shikoni të lexoni me vëmendje, është ne jemi prindërit tuaj të vërtet. Kjo është fraza që përdorin ata për t'i peshkuar fëmijët. Sepse fëmijët që rriten në ambiente toksike familjare, ku prindërit grinden shumë me njëri tjetrin në prezencë të fëmijëve, fëmijët shtegtojnë në fantazi dhe janë gjithkohës me atë fantazin
e prindërve të vërtet, cilët janë prindërit e mi të vërtet, po sikur të kisha këta lloj prindërish të mi të vërtet. Dhe këta maskarent e njohin psikologjinë e fëmijëve mirë dhe ky është kurthi që në shumicën e rasteve ngrenë, duke i joshur ata dhe duke u thënë hajdeni me ne ne jemi prindërit tuaj të vërtet. Okej? Pra, kjo është rënja e limerencës, është nevojat e paplotësuara emocionale. Kjo s'ka të bëj pra as për të ndjerë në turp me veten, as për të ndjerë keq me veten tënde. Ka të bëj sepse truri yt e ka zgjedhur limerencën. Pse truri yt ka prirje për limerencë, që ti shkosh në rrënjë problemit, ta vendosësh bisturinë te nervi. Fantazia e zbut pra dhimbjen që realiteti nuk e përballon dot. Sepse njerëzit kanë dy mënyra për t'i rregulluar emocionet e tyre, pra bashkërregullim edhe vetrregullim. Dhe vetrregullimi realizohet ashtu siç e tham, nëse kemi mjaftueshëm bashkërregullim me prindin që ngryhet herës. Okej? Nëse nuk e ke marrë të parin, pra bashkërregullimin, nuk ke ku e gjen, nuk ke si e zhvillon dot plotësisht vetrregullimin. Prandaj fantazia bëhet një suplement qetësimi, okej? Kur ti nuk je në gjendje për vetrregullim të plot dhe kërkon ndihmën e fantazisë. Të ndihesh pra i parë, i vlerësuar, i mbrojtur, këta janë gjëra që vijnë nga ata që kanë pasur një proces rritjeje të reale, të shëndetshme. Kur këto gjëra nuk vijnë, atëherë i drejtohemi fantazisë. Pra, në këtë rast, personi që ka prirje për limerencë është si një guzhinier brillant që përpiqet të përgatisë vaktin për një festë pas një përbërës, sepse ka shtegtuar komplet në botën e fantazisë. Cili është kurthi pra këtu? Nëse truri kur ishte i vogël e ka përdorur fantazinë si një mënyrë për të shtegtuar, për të mos u përballur me realitetin, për të qetësuar veten dhe për t'ia dalë, tani që je i rritur, kjo strategji që truri dikur e përdorte për shpëtuar, punon tani më në disfavorin tënd, punon kundër teje. Sepse një herë të shërbeu, por tani që je rritur, të bën të kundërtën, nuk të shërben më, por ti ke harruar që ta instalosh, ose ke harruar që ta zhvillosh veten deri në pikën sa të mos kesh më nevojë për qetësimet e fantazisë. Do të thotë se ti akoma nuk i njeh problemet e tua reale, edhe nuk di si të kërkosh bashkërregullim emocional, dhe nuk ke ndërtuar vetrregullim. Dhe kështu, edhe brenda marrëdhënieve ndihesh bosh, i vetmuar dhe në dhimbje. Është e njëjta gjë sikur të mbash rrotat ndihmëse të biçikletës në moshën 30 vjeçare. Kur ishe 5 vjeç, 6 vjeç, rrotat ndihmëse të ndihmuan që të mësoje biçikletën, që të mos rrëzohesh, të mos vriteshe. Po tani 30 vjeç me rrota ndihmëse bëhu i qartë për limerencën, dil nga hapësira imagjinare, kërko të njohësh personin e vërtet, ekspozoj metat e tua, shihit metat e tjetrit, mos lejo që fantazia të bëhet kafaz i yt që të shtyn në një lloj marrëdhënie apo në një gjendje psikologjike të lodhshme, është një pjesë e një libër të Kadares ku shpjegon që në disa shtëpi gjirokastrise kur binte dashuria e quhenin sikur ka rënë murtaja. Dhe në fakt Kadare këtu përdor fjalën dashuria, por ai e ka fjalën për limerencën në këtë. Pra sepse në atë shtëpi që ka rënë limerenca është sikur ka rënë murtaja, sepse personi tjetër bëhet komplet armik me të gjithë, sepse fiksohet vetëm me objektin limerent. Okej, limerenca është të tjetërson si njeri. Dhe pastaj kur del nga limerenca thua si ka mundësi, si arrita unë të isha në atë gjendje. Kështu që kjo ishte limerenca. Këto janë gjëra që duhet kesh parasysh, dhe në videon e radhës do të shohim se si të qenit limerent është komplet alergjike për një femër, për një vajzë që mund të kesh dëshirë ta njohësh, ta takosh, ta kesh në jetën tënde. Dhe se si një person limerent vajzave u duket rob koti.